Mirë se erdhët në gjithçka rreth makinave dhe unë jam Iliri dhe në këtë video do të flasim pse motori 1.9 TDI është më i mirë se ai 2.000 TDI tek Audi i vitit 2006 dhe cilat makina e kanë këtë motor. Në këtë video do të flasim për një nga debatet më të zakonshme mes atyre që po kërkojnë një makinë të përdorur nga Audi apo grupi Volkswagen. A është motori 1.9 TDI më i mirë se ai 2.000 TDI, veçanërisht tek modelet e vitit 2006? Shumë ekspert dhe përdorues mendojnë se motori 1.9 TDI është më i mirë se sa ai 2.000 TDI për shkak se është më i besueshëm. Por pse? Besueshmëria është e provuar ndër vite. Motori 1.9 TDI ka një histori të gjatë suksesi dhe ka funksionuar me miliona makina pa probleme të mëdha. Ka jetëgjatësi të madhe dhe mirëmbajtje të thjeshtë dhe ekonomike. Ndërsa motori 2.000 TDI ka shfaqur probleme serioze, kryesisht tek modelet e viteve 2004-2007. Ky motor në fakt kishte probleme ose ka shfaqur probleme me bllokun e cilindrave dhe me injektorët, sigurisht edhe me valvulën EGR, madje edhe me turbinën shpeshherë dhe sistemin e ftohjes. Ndërsa motori 1.9 TDI nga ana tjetër ka treguar që ka një kosto të ulët të mirëmbajtjes. Pasi ky motor 1.9 TDI pra është më pak kompleks, përdor më pak elektronik dhe nuk ka DPF në shumë variante apo në shumë modele të makinave të prodhuara, që do të thotë më pak probleme dhe më pak shpenzime, kursime më shumë. Edhe pse ka një jetëgjatësi të lartë, njerëzit raportojnë se ky motor i ka kaluar pa problem 400.000 deri në 500.000 kilometra vetëm me servise bazike, që do të thotë vaj filtra në kohë. Tani, nëse je në një kërkim të një makine me këtë motor legjendar, do t'ju rëndis disa modelet më të njohura që e kanë motorin 1.9 TDI. E nisim me markën e origjinës, pra grupi Volkswagen, që është pjesë edhe Audi. Ky motor është vendosur tek modelet e vitit Audi A3 të vitit 2005-2006, konkretisht A4, B6 dhe Audi A6 C5 me motor 1.9 TDI. Sigurisht që tek Volkswagen Golf e gjejmë këtë motor, Golf 4 dhe Golf 5, gjithashtu edhe tek modelet Passat B5, apo tek Volkswagen Bora, Polo, Jetta, Caddy, Volkswagen Touran, Volkswagen Charan dhe Volkswagen Transporter T5.
Sigurisht që këtë motor e kanë përdorur edhe modelet e tjera të makinave, siç janë Skoda Octavia, Skoda Fabia dhe Skoda Superb. Edhe spanjollët e kanë përdorur në makinat e tyre Seat, kryesisht tek modelet Leon, Ibiza, Toledo dhe Altea. Më të famshmit që kanë këtë motor kanë variantet me 105 kuaj fuqi, por ka edhe variante me 130 kuaj fuqi dhe 150 kuaj fuqi, ku performanca është shumë e lartë për atë kohë kur ky motor u prodhua. Nëse je duke kërkuar një makinë të besueshme dhe ekonomike që mos të lërë në rrugë dhe mos të t'i grij xhepat, motori 1.9 TDI është ndër motorët më të mirë të prodhuar ndonjëherë nga grupi Volkswagen. Fiksojeni këtë gjë. Mos harroni të bëni follow dhe subscribe nëse vërtet nga kjo video morët një informacion të detajuar dhe një informacion të dobishëm, dhe shkruani në koment për ndonjë nga modelet specifike që po kërkoni. Shihemi në videon e ardhshme.